Mirëmbrëma miq të Prizmës. Nëse doni patjetër të vërtetoni që çfarë koherence, çfarë qëndrueshmërie ka burri, e matni me fjalët që ka thënë dje në përballje me ato sot. Unë nuk e kam as problemin as fjalën ke ndryshimi. Ndryshimi sigurisht është i lejuar, por parimet zor se kanë ndryshime. Parimet janë parime. Krahët politik janë krahë politik. Qëndrimet morale në politik janë qëndrime morale në politik. Ndryshimi ndodh me ide, me propozime, me alternativa, jo me parime. Këtu, në këtë vend, shkallmojnë parimet, shkallmojnë qëndrimet, shkallmojnë moralin, dhe pastaj, sigurisht, bëjnë dhe burrin e mirë. Burrin që jep moralin, që ju tregon të tjerëve kush është demokracia, që ju mban fjalime, diskurse, për mirë moralin politik edhe mirë politikën vetë, edhe njeriu numër 1 i këtij lloji morali, i këtij lloji momenti gjakprishur politik, njeriu numër 1 i të gjitha kohërave, sa ka shtet shqiptar, quhet Sali Berisha. Dëgjoni çfarë thot për teoritë gender, teoritë e pranueshme sipas tij dikur, kur ishte në pushtet. Atë teori e cili pranon gjinitë dhe pranon e ndryshme dhe sigurisht martesat, burr, grua, e gjëra të tjera. Që nuk ushtruan kësaj radhe ke ne, thjesht u bë barazia gjinore. Po jo të shtrohesh ky problem, që sigurisht e keq interpretoi i pari Sali Berisha. Dhe pastaj gjithë majmunët e tij mbrapa. Po dëgjoni më mirë se çfarë thoshte kur ishte në 2012 në pushtet. I bazuar fund e krye në ideologjinë e ekstremit majt, përmbys kushtetutën e vendit, përmbys kodet e vendit dhe penalizon të gjitha ata të cilët duhet të mbrojnë familjen dhe vlerat e saj. Penalizon ligjet, kushtetutën e vendit, përmbys nenet e lirisë së besimit, e lirisë së mendimit dhe shprehjes së tij. Orientimi i ndryshëm seksual është një realitet i lashtë sa vetë lashtësia, një realitet i cili ekziston për hir të zvërtetës, pavarësisht nga besimet apo bindjet politike. Tirana është qyteti i tolerancës dhe vendi është një vend i lirive të garantuar. E dëgjuat? Çfarë thoshte në 2012 dhe çfarë thot në 2025? Ky është burri i famshëm, malcor, burr, i cili ka ndryshuar edhe parimet morale të tija. Nga 2012, ku thoshte është e lashtë sa gjithë bota, është lashtë sa vetë lashtësia, gejt edhe genderit, ta tipat. Kurse tash, që nuk është në pushtet, flet kështu. Ky është edhe morali politik, që prezanton dhe përfaqëson Sali Berisha. Asnjë lloj tjetër morali nuk është mbas këtij. I ky është ballas. Kështu ka folur në 2012, po jo përsëris edhe një herë. I bazuar fund e krye në ideologjinë e ekstremit majt, përmbys kushtetutën e vendit, përmbys kodet e vendit dhe penalizon të gjitha ata të cilët duhet të mbrojnë familjen dhe vlerat e saj. Penalizon ligjet, kushtetutën e vendit, përmbys nenet e lirisë së besimit, e lirisë së mendimit dhe shprehjes së tij. Orientimi i ndryshëm seksual është një realitet i lashtë sa vetë lashtësia, një realitet i cili ekziston për hir të zvërtetës, pavarësisht nga besimet apo bindjet politike. Tirana është qyteti i tolerancës dhe vendi është një vend i lirive të garantuar. Dhe
Po ashtu ka folur në 2025 për të njëjtën çështje, për të njëjtin problem dhe për të njëjtin moment, në mënyrë të jashtëzakonshme alucinant të tij, siç është deformimi i plot i fakteve, ngjarjeve, moralit politik, moralit moral, dhe njëkohësisht psikopatologjisë jashtëzakonshme të tij, që ka të lidhur dhe moralin dhe çdo gjë tjetër me pushtetin e tij. Në momentin që nuk është ai në pushtet, asgjë tjetër nuk është mbarë në botë. Bota nuk sillet mbar, është mbrapsht. Kur vjen ai në pushtet, atëherë ajo fillon rrotullimin mbar. Dhe për këtë është i gatshëm ta prishi botën, ta shkatërrojë, të prishi çdo lloj morali të botës, të gënjejë pafundshmërisht, të shantazhojë, pse jo të vras njerëz. Mos lë korrupsionin më të madh, akuzat më të rënda, fjalët më të rënda që mund të bëhen si për vendin e tij. Ky është njeriu krenar kur shan vendin e tij në forume botërore. E bën vendin më të keq të botës, se nuk është ky në pushtet. Se ka pikërisht këto parime, një këtë parim që po më dëgjohenit. Këtë parim që dëgjuat deri tash, ky është parimi kryesor i tij. Në pushtet let kështu, kur nuk është në pushtet, ai shan Shqipërinë, e shkatërron atë moralisht, e nxjerr në sy të botës vendin më të shëmtuar e më të keq të botës. Pse? Se nuk është familja Berisha. Sali Berisha në pushtet, bashkë me Liri Berishën e Taçit Oil, bashkë me Shkelzenin e Syrit të dhe Gërdecit, bashkë me Argite në tokave në Durrës dhe të burrit Abit të 21 dhjetorit, të kësaj lloj familje e cila sigurisht kishte në mend dhe do të realizonte, të ishte familje e dytë mbretërore, bile më e rëndësishme se sa ajo e para. Për fat, amerikanët nuk e lanë, kushdo qofshin ata, edhe sikur të ishte Blinkeni me Biden, që sigurisht nuk janë kaq shumë të respektuar nga unë, po edhe sikur ta kenë bërë këto, po që po vazhdohet edhe nga administrata e zotit Trump, kanë bërë një nga veprimet më fantastike, bashkë me britanikët, sepse këtë njeri, këtë delirant politikës, e çuan atje ku duhet për ta çuar. Ikin se nuk pranohesh të hysh në territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, as në Britaninë e Madhe. Ju nuk do t'ju shkeli kama në këto dy vende. Dhe kaq më mjafton. Janë pa dëshirueshëm të jenë në botën e qytetëruar. Sepse këta sigurisht janë familje të cilat kanë 35 vite që shkatërrojnë këtë vend, shkatërrojnë demokracinë e këtij vend, shkatërrojnë kulturën e këtij vend, qytetërimin e këtij vend, moralin e këtij vend, ekonominë e këtij vendi. Të gjitha i shkatërrojnë, sepse e tillë familje janë. Dhe në krye të kësaj familje është pikërisht kë. Dakord, miqtë e mi? Ky ka bërë edhe tjetrën të jashtëzakonshme. Sepse ky ju ka mbushur mendjen se menve të tij që jetojnë vetëm me mshirën e tij. Janë ato deputetët aty, po ka mësuar edhe këto tjerët, se vetëm ky e nxjerr Partinë Demokratike. Ky ka vendosur mungesën e përjetshme të alternativës politike në Shqipëri. Sepse ndalon të tjerët, dhe sigurisht nuk është i Zoti që të vijë vetë në pushtet. Kur ka kaluar 81 vjeç, ai nuk ka çak të vijë më në pushtet, sepse sigurisht nuk është vetëm biologjia që e ndalon, po janë edhe me mendimet e mykura, trut e mykura që i kanë rënë qafë. Por ka ngritur këtë lloj sistemi, këtë lloj sete satanike, Partia Demokratike e Sali Berishës, jo Partia Demokratike e Demokratëve, po Partia Demokratike e Sali Berishës do klone, do përsëritës të tij, të cilët thonë që vetëm ai e rregullon Partinë Demokratike, vetëm ai e mban, vetëm ai e mbledh. Dhe në vërtet ai e di çfarë i bën? E ka bërë 3 herë më të vogël se sa e kishte Lulzim Pasha. Këto janë pasojat direkte të psikopatologjisë, të sëmundjes së rëndë që ka prona e Sali Berishës, që është Partia Demokratike. Është një fantazi e jashtëzakonshme e cila nuk e di, mbase duhen
Mëse duhen, nuk e di, net për ta treguar në këto 35 vite sa keq i kanë bërë Shqipërinë. Nuk e kam fjalën vetëm për shkatrimin e zgjedhjeve që në 1996, në 26 maj. As për përgatitjen edhe shkatrimin e Shqipërisë me firmat piramidale në 97. As luftën civile që gati filloi, as vdekurit nga plumat qorr dhe duke vrarë njëri tjetrin, bandat. As për 14 shtatori, nuk e kam fjalën vetëm për këto. As 21 janarin, as 15 marsin e 2008-s Gërdecin. Jo. Është ajo që ka ngritur ke Partia Demokratike, çfarë ka formuar. As shtjelmat që u ka dhënë shokëve, deformimet e demokracisë. As zbatimin e formave nga më të fllihurave të Partisë Punë e Shqipërisë, Partisë ditë parë të Partia Demokratike e Shqipërisë. As abuzimin me lirinë dhe shpërndorimin e demokracisë në mënyrë të jashtëzakonshme. Jo vetëm kjo. Është ky mentaliteti i ngulitur në të gjithë majmunatin e tij, në të gjithë këta lloj tipash të cilët e ndjekin mbrapa, sepse sigurisht ai katapulton në politikë për të shkatruar alternativën politike në Shqipëri. Ata e mbajnë tani më. Sali Berisha nuk mban më veten. Ai paguan para këte, paguan shkon deri në Brazil, paguan miliona, sepse ka një hall të madh, ka hallin e familjes tij. Dhe këta çfarë i shërbejnë mbrapa? I bën mbrapa shtesat për të mbrojtur si bythet e fishkurat tia dhe mentalitetin e çmendur të tij, po dhe familjes tij. Ky është kulmi i patologjizmit politik në Shqipëri. Majoranca pak bën çfarë mundësie të madhe të arti ka dhënë ky. Krahas se i ka ndaluar gjithë alternativat e tjera, nuk është as alternativë për vete. Krahas regjimit të poshtër kriminal që i ka pasur në kohën e tij, është inkriminuar edhe gjatë opozitës tij. Pak bën kjo majorancë në këto vite e vetme, si alternativë e vetme, në saj të një deliri politik që i ka krijuar kushte të jashtëzakonshme, të mrekullueshme të sundimit. Pak egzagerohen ministrat, pak egzagerohen drejtorët e mëdhenj të kësaj. Çfarë duhet bëjnë? Çfarë kushte të mrekullueshme i ka krijuar ky njeri? Çfarë kushte të mrekullueshme kanë në momentet kur të gjithë njerëzit shohin dhe thonë, ky do të vinë pushtet, këta do të vinë pushtet, ky mentalitet do të vinë pushtet, dhe të gjithë pastaj pranojnë të rri ky që është. Faji kryesor sigurisht është i Sali Berishës, familjes tij dhe atyre njerëzve që i vazhdojnë të mbajnë isën Sali Berishës. Ata janë mungesa numër 1 sociopate e mendimit opozitar, e mendimit kritik opozitar dhe alternativës politike. Asaj që duhet vinë për të larguar socialistët nga pushteti dhe Edi Rama nga pushteti. Këtë gjë nuk e lejon Sali Berisha dhe familja e tij. Nuk e lejojnë. Ju shmushur mendja të i bëjnë keq deri në fund këtij vend. Jo vetëm që shkatruan demokracinë dhe shpërdoruan lirinë, por tash duke menduar vetëm për të nerët e veta, pasurinë e tyre, sepse sigurisht pasurinë nuk e luajnë, shpenzojnë miliona. 8 milion këtu, 9 milion aty. Miliona për të lobuar në Amerikë, miliona edhe në Britani po humën edhe gjyqin, miliona për të shkuar deri në Brazil për të futur të mek nënkryetari, kësaj nënkryetare tha kanë 20 nënkryetare, edhe partijet cilat gjysma e tyre janë sorosiane, edhe më tepër. Dhe ky harron sepse e ka si ky momenti që sapo ju tregova me videon. Dikuri quante të zakonshëm edhe normal, të gjithë gejt edhe gejleshat edhe të gjithë deformimin gender që bota e sotme në mënyrë idiote po demonstron, dhe sot bën sikur është konservatori më i madh i botës. Dje justifikonte dhe i pranonte, dilte në fotografi me të, i merrte me të mirë, aprovonte çdo lloj ligji edhe të martesës të një seksi, sot bën sikur është kundra. Ky njeri është e keqja e madhe e këtij vendi. E keqja e madhe politike dhe morale. Me këtë njeri ky vend turpërohet në çdo sekond të tij. Sa më tepër zgjat jeta e tij politike, jo jeta e tij biologjike, jo, le të vazhdojë në 1000 vjet, edhe sikur të ketë 1000 vjet ky keq do të bëj prap. Po jeta e tij politike
i bën çdo sekond këtij vendi të keqen më të madhe. Po vazhdoj edhe pak, ky e kalon edhe Enver Hoxhën për nga flisira politike të atyre 40 vjetëve që ai sudoi. Sepse vdiqën 85 për fat të mirë. Dakord miqtë e mi. Kaq desha t'ju them.